Presidenti Amerikan Donald Trump tha se Apple do të duhet të paguajë një tarifë për 25% ose më shumë për iPhone-et e prodhuar jashtë Shteteve të Bashkuara. Kohë më parë kam informuar CEO-n e Apple, Tim Cook, se pres që iPhone-et e tyre që do të shiten në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të prodhohen dhe ndërtohen në Shtetet e Bashkuara, jo në Indi apo diku tjetër. Nëse nuk është kështu, një tarifë prej të paktën 25% duhet i paguhet SBA-s, tha Trump në Truth Social. Telefoni kryesor i Apple prodhohet kryesisht në Kinë, por kompania ka zhvendosur pjesërisht prodhimin në Indi, sepse vendi ka një marrëdhënie tregtare më miqësore me SBA-n. Disa analistë të Wall Street kanë vlerësuar se zhvendosja e prodhimit iPhone në SBA do të rrisë çmimin e telefonit inteligjent me të paktën 25%. Ata thanë se kosto e një iPhone amerikan do të shkonte rreth $3.500. iPhone 16 Pro aktualisht shitet me pakicë për rreth $1.000. Trump u tha gazetarëve se tarifa do të zbatohet edhe për prodhues të tjerë të telefonave inteligjentë si që është Samsung dhe do të fillojë në fund të qershorit. Mendoja se Tim Cook nuk do ta bënte këtë. Ai tha se do të shkonte në Indi për të ndërtuar fabrika. I tha se nuk është problem të shkosh në Indi, por nuk të dëshej se shkotu pa tarifa. Dhe kështu është, tha Trump. Kjo është goditja e fundit e Trump ndaj Apple, i cili gjatë 2 javëve të fundit ka rritur presionin mbi kompaninë dhe Cook për të rritur prodhimin vendas. Cook dha $1 milion në fondin e inaugurimit të Trump dhe mori pjesë në ceremoninë e janarit. Apple ka njoftuar një shpenzim për $500 miliardë për zhvillimin e Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë prodhimin e serverëve të inteligjencës artificiale në Houston. Kompania tha gjatë raportit të ardhurave se pret rreth $900 milion kosto shtesë për tarifat në 3 mujorin aktual. Foxconn, një nga partnerët kryesor të Apple për momentin në iPhone, po shpenzon $1.5 miliard për zgjerimin e objekteve në Indi. Trump ka kritikuar publikisht kompani të tjera të mëdha amerikane, përfshirë Walmart, gjatë fushatës së tij, por taksat mbi një produkt specifik të konsumit janë një hap i ri. Mekanizmi sakt ligjor për tarifën është ende i paqartë.